Viti 2023 për mësimdhënësen Alberia Raci nga shkolla fillore Hasan Prishtina në kryeqytet ishte mjaft sfidues. Fillimi i shtatorit, atëherë edhe kur nisi procesi mësimor, ishte sfida e pajisjes së nxënësve me tekste shkollore. Sfidë kemi pas ato pajisit me libra në fillim vit shkollor, edhe pse shumë shpejt jam pajis në mas javës parë, dytën të gjithë kanë qenë pajisur. Raci thot se mbi ngarkesa e klasave me nxënës dhe mungesa e digitalizimit janë dy çështje të cilat duhet të zgjidhen urgjentisht për këtë vit. Secila klasi ka mbi 40 nxënësa, që është numër tepër i madh. Ora është 45 minuta, unë kam faktikisht 44, edhe llogarit me shpjegu, me punu, me bë aktivitete edhe me vlerësu. Se me kurikull 3 duhet brenda ditës edhe me vlerësu, që atë formën e vlerësimit e kemë pa mundur brenda orës mësimore. Thonë që shkollat në kryeqytet janë digitalizu, po jo nuk kemi kur gjë. Unë gjithmonë përdori telefonin, hotspotin tim, për më lëshu një video ose një diçka që fëmijët ka nevojë me pa konkrete, mas shpjegimit teorik. Mjetet për sigurimin e teksteve do të deponohen në xhiro llogaritja prindërve. Ndërkaq 2023 nuk kaloi lehtë ashtu si shpritej. Pak ditë para se të niste procesi mësimor në shtator, Ministria e Arsimit doli me një platformë për subvencionimin e teksteve shkollore dhe materiale mësimore, ku për nxënësit fillorist nga klasa e parë deri në të 5-ën u ndau mjete për libra dhe mjete mësimore, si dhe nivelit 6 deri në të 9-ën vetëm për mjete mësimore. Mirë po krejt ky proces kaloi me ankesa e pakënaqësi të shumta si nga prindërit, mësimdhënësit, zbashku e opozita e vendit. Në prill të vitit 2023 filloi procesi rishikimit të teksteve shkollore me qëllim të përmirësimit të cilësisë së tyre, ku deri më tani janë rishikuar 38 tekste nga gjuha shqipe dhe matematika nga klasa e parë deri në të 9-ën. Ministria e Arsimit Arberie Nagafsi në konferencën e fundvitit bëri të ditur se gjatë këtij viti do të rishikohen edhe tekstet e lëndëve tjera mësimore. Për fat të keq, akoma përmbajtjet mësimore në tekstet tona ofrojnë një mësim të dekontekstualizuar dhe teorik. Mjaftueshëm tekste shkollore fokusohen në mësimin përmendësh, në memorizimin e procedurave dhe praktikimin e detyrave rutinore dhe të dekontekstualizuara. Kosova për të tretën herë radhazi nuk arriti të bëj hapa të duhur drejt përmirësimit të rezultateve në arsim bazuar në testin PISA. Vendi u rendit pothuajse në fund të tabelës nga 80 shtete të botës të përfshira në këtë test. E për këtë çështje, Nagafsi tha se në 3 muajt e ardhshëm Kosova do të ketë një plan të detajuar për të gjeturat e testit PISA për t'i përmirësuar rezultatet e testimit të radhës. Ndërkaq Kuvendi i Kosovës më 4 korrik të 2023-s miratoi ligjin për edukimin në fëmijërinë e hershme, me të cilën rregullohet ofrimi i edukimit cilësor në të gjitha format e organizimit të edukimit për më të vegjëlit prej lindjes deri në moshën 6 vjeçe. Me këtë ligj, edukimi parafillor bëhet i obliguar nga 2024.